Në 1 janar 2015 në Shqipëri do të nisë zbatimi i skemës së re të pensioneve. Ajo do të funksionojë sipas parimit, sa më shumë kontribon, aq më të lartë do ta kesh pensionin. Skema parashikon kështu të heq kufirin e pensionit maksimal. Ministri i Mirëqenies Sociale Erion Veliaj ka sqaruar se pensionin social nuk do ta përfitojë kushdo pa plotësuar më parë këto kushte. Qëllimi i pensionit social është vetëm që të sigurojë që në të ardhmen një person në moshën 70 vjeçare, pra jo mosha normale e daljes pension, por mosha 70 vjeçare, i cili e gjen veten jashtë kritereve të përfitimit të skemës kontributeve të pensionit, të mund të mbështetet në solidaritetin e shoqërisë tonë për të siguruar nevojat e tij ose të saj minimale. E dyta, në lidhje me kriteret e përfitimit, do të jetë një pension i cili përfitohet vetëm pasi dikush vërteton nevojën e personit, mungesës së të ardhurave alternative gjatë gjithë jetës vet. Skema parashikon rritje të moshës së daljes në pension, por ajo do të hyjë në fuqi vetëm për brezin e ri. Diskutimet për rritjen e moshës së pensionit nuk do të përfshinë ata që janë në prag të daljes në pension. I gjithë ky diskutim ka për qëllim që të sigurojë përshtatjen e skemës pensioneve me rritjen e jetëgjatësisë. Pas miratimit të draftit, ai do të kalojë në një proces të gjatë konsultimi politik dhe kombëtar, kryesisht me të rinj që janë shtresa që preken më shumë nga rregullat e reja. Sipas Veliajt, me deficitin e krijuar, nëse nuk nis zbatimi i shpejtë i skemës, vendi rrezikon të hyjë në një krizë të re ekonomike.